Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ndjekës të rubrikave të mia në kanalin Monitor TV që kanë të bëjnë me showbizin. Dua të nis një analizë, dua të bëj një komentim të ngjarjeve që tashmë kanë ngritur një alarm të jashtëzakonshëm jashta shtëpisë së fermës. Vanessa, e ftuar në prive, ka deklaruar disa detaje që në fakt janë detaje shokuese se si një produksion mundohet të manipuloj situatat. Fillimisht do me thënë Vanessës, si është thënë që hajde të kesh një përballje me Klevisën, një përballje e cila mua më duket e pavend dhe në fakt e vlerësoj që Vanessa nuk e ka mbështetur këtë ftesë që i ka ardhur nga ana e produksionit, do me thënë, se Vanessa as nuk e njeh Klevisën, as nuk mund t'i thot as një gjë, se në fund të ditës Klevisa ka lojën e saj dhe kjo përballje më duket thjesht si një mundësi për klikime dhe asgjë më shumë. Dhe këtu dështon sërish produksioni dhe unë kam thënë që më herët që ky produksion ka humbur krejtësisht kontrollin edhe të banorëve të cilët kanë dalë nga ferma në deklaratat të cilat i japin jashta fermës. Ditën e sotme, Big Brother Daily, një faqe goxha e fuqishme në rrjetet sociale, dëshmon që ka video ekzistente që Sara ka qenë në shtëpinë e saj, do me thënë ka dalë nga ferma, ka shkuar në shtëpinë e saj, ka qëndruar për qefin e vet, ka takuar burrin e saj dhe është kthyer përsëri në fermë. Do me thënë skenar i turpshëm kjo që po ndodh në ferma VIP. Unë sinqerisht, edhe pse jam i bindur që nuk kanë pse të gënjejnë faqe të tilla apo nuk kanë pse të gënjejnë ish banorët për deklarata që i thonë, sepse derisa e nxjerrën me fakt është e vërtet, po hajt ja t'i hedhim 1% dyshimi, 1% dyshim, të themi që nuk është e vërtet dhe gjitha kjo ka qenë për shembull një gënjeshtër. Por nga vetë fakti dhe nga situata që janë krijuar gjërat që po ndodhin dinamikat brenda në fermë dhe që u vendos që të ketë 20 ditë minus nga ferma VIP, kjo tregon që do me thënë gjërat kanë dalë jashta kontrolle dhe nuk munden dot produksioni dhe askush tjetër që t'i kontrolloj. Ne dim shumë bukur që Sara ka një afrimitet me Arbanën, do me thënë konsideroj një shoqëri të mirë të dy vajzat, por edhe nga ana tjetër, do me thënë Iliri duke që është shumë i përkëdhelur nga ana e produksionit, për shembull një përkëdhelje të madhe pash mbrëm edhe për Romirin, nga që Romiri luajti dhe një tip teatri që falenderoj të gjithë stafin, produksioni dha informacione se çfarë është folur për të. Do me thënë shoh një grup banorësh jashtëzakonisht të favorizuar brenda në këtë fermën. Tani, marrëdhënia e Indrin edhe Vanessës. Duhet kuptuar që këtu luftohet për klikime. Me thënë duhet kuptuar që produksioni do bëj skenare të ndryshme vetëm e vetëm të jetë në qendër të vëmendjes dhe unë këtë e mirë kuptoj, unë nuk e gjykoj as pak të gjën se në fund të ditës në të gjitha dimensionet ky produksion do të shet formatin që është duke realizuar. Por, a është bërë një lloj, do me thënë, apo bëhet një lloj zinxhiri nëpërmjet intervistave, nëpërmjet mënyrës se si trajtohet moza, për ta nxjerrë mimozën sa më keq dhe për t'ia marrë mimozës fitoren, sepse ky produksion mendon që është duke i dhënë shumë mimozës dhe mimoza doli për te pritshmërive që ky produksion mendoi që mimoza do të merë. Unë mendoj që nga vetë fakti që në emisionet të ndryshme në vizion, këtë më duhet ta them sepse është ekzistente, ftohen personazhe të ndryshëm, të cilët nxjerrin anë të këqija të mozës që për mendimin tim, mimoza nuk ka anë të këqija, ka mënyrën e saj të humorit, por ajo nuk është një anë e keqe, është humor dhe artistët, njerëzit të cilët kanë parë botën me sy, sepse për të qenë artist do me thënë ti duhet të jesh shumë dimensional, din ta kuptojnë humorin e mimozës. Mua nuk më duket mimoza që është një njeri keq dhe nuk më duket mimoza që është një njeri që ne duhet t'ia vëmë në dukje të gjitha virtytet e këqija që mund t'i ketë ky njeri.
Unë nuk them që Mimoza është profet, sepse do ta kisha tepruar, domethënë do të ishte e çmendur po ta thaj një gjë të tillë. Por është nga banorët aty brenda, është një banor që ka një ndjeshmëri, ka një rikthim shpirtëror, nuk mban inate, nuk mban mëri, domethënë sado që ti bësh keq përsëri e ka këtë pjesën që le ta lëm se është gjuna, domethënë ka këtë dhëmshurinë e saj të brendshme dhe mua më duket të shumë e sinqertë dhe shumë e vërtet. Nga vetë fakti që produksioni ndoshta nuk dëshiron që t'ja jep Mimozës këtë fitoren, sepse mund të kenë pikpyetjet e tyre se çfarë raportesh mund të ketë Mimoza në të ardhmen duke njohur intelektin e saj me produksionin, mendoj që janë duke bërë këtë llojin e zinxhirit, siç e thash që parë, që do të thënë bëjnë një lloj proteste në thonjza jashtë, duke u munduar që fenomenin Mimoza Ahmeti ta zhbëjnë nga gjëja e saj e bukur. Dhe në anën tjetër, do të thënë janë duke dalë ca deklarata të forta që për shembull ka personazh prej ferme që ikin në shtëpitë e tyre, që bëjnë qefin e tyre, që argëtohen dhe që kënaqen, që mua kjo gjëja sinqerisht nuk më pëlqen as pak. Okej, nuk e paragjykoj produksionin për kërkesën që ja ka bërë Vanesës, se thash, do të thënë dëshirojnë që të kenë klikime dhe për këtë gjë ju lumb, do të thënë din ta bëjmë punën në këtë drejtim, por të mundohesh që do të thënë ta ulësh në tokë një personazhin që të ka mbajt spektakël, që të ka mbajt publikun mbërthyer për ekrani, sepse asnjë nga këto banor brenda në ferm nuk e ka fuqinë e intelekti që ka Moza për ta mbajtur publikun për ekrani. Po Moza në fund të ditës nuk është se bëri ndonjë magji për ta mbajtur publikun. Moza thjesht ishte e vërtet dhe ishte e sinqert. Duke qenë e vërtet dhe e sinqert, Moza mori atë dashurinë që e priste ta merr të publikut shqiptar. Unë uroj me zemër që të mos të shohim padrejtësi, ashtu siç jemi mësuar të shohim në reality show të këtilla, që publiku tjetër ka dashur dhe tjetër ka fituar. Unë them që Moza është një Luizelli i dytë dhe në qoftë se nuk do të jepet fitoria, do të ketë edhe protesta për të. Për këtë jam shumë i bindur dhe uroj me zemër që produksioni, pa marrë parasysh se çfarë pazarliqesh mund të ketë pas shpine me fermerët e tjerë, uroj me shpirt që Moza ta merr këtë fitore sepse meriton. Unë mendoj që Moza është anashkaluar gjithmonë në jetë sepse atë e kanë patur frikë. Jo se e kanë patur frikë se Moza ka ndonjë superfuqi në muskuj. Moza ka superfuqi në mendje, dhuratë të cilën ja ka dhënë Zoti, por edhe e ka bërë dhe vetë me të lexuar, me të studiuar. Njeriu normalisht pasuron trurin e tij. Dhe në këtë rast, kjo frika, gjithmonë këto lloj njerëzish si Moza i lë pas në arritjet e tij, i lë pas në gjërat e jetës dhe fitoi njerëz të cilët nuk e kanë këtë lloj zgjuarësie. Dhe për këtë gjë, unë uroj me shpirt që realisht Mimoza ta merr atë dhuratën që meriton dhe uroj me zemër që të jetë fituesja e kësaj ferme, edhe pse në fakt mendimet janë të ndryshme.